Nga njëra anë, Partia Demokratike kërkon rritjen e numrit të bashkive në vend, ndërsa Partia Socialiste ka hedhur idenë e reduktimit të tyre. Ditën e djeshme, Komisioni i Reformës Territoriale u mblodh sërish, ku prezantuan skenar të ndryshëm për ndryshimin e numrit të bashkive në vend të bazuar kryesisht në numrin e popullsisë. Për ju, zoti Haxhimali, si ekspert për çështjet e pushtetit vendor, a mendoni se numri i bashkive nga 61 që është aktualisht duhet të rritet apo të ulet? Atëherë, çështja e numrit është çështja më me pak rëndësi kur diskutojmë për mënyrën se si do qeverisen qytetarët shqiptar. Ajo që ka shumë rëndësi për qytetarët shqiptar është cili model i qeverisjes vendore, cila strukturë e qeverisjes vendore që përbën arkitekturën e shtetit në nivel vendor, do t'ju shërbej qytetarëve për t'i përfaqësuar më mirë, për t'ju dhënë më shumë shërbime publike. Numri është krejtësisht i parëndësishëm. Është vërtet shqetësim që diskuri politik, por jo vetëm, për hir të së vërtetës, sepse edhe grupe tjera interesi janë të prirur tek numri, nuk diskutojnë modelin e qeverisjes vendore, por shkojnë tek numri. Por mua si ekspert është shumë i rëndësishëm çfarë modeli qeverisje vendore i shkon qytetarëve shqiptar, bazuar në eficiencën ekonomike, në traditë, në histori, në identitet dhe kulturë që kemi ne, si mund të riorganizohet pushteti vendor që t'ju shërbej më mirë qytetarëve në zona urbane dhe si duhet të organizohet pushteti vendor t'ju shërbej 40% të popullsisë që janë më të disfavorizuar për naturalitetin dhe që jetojnë në zona rurale dhe kanë një tipologji të ndryshme shërbimesh nga ato që ekzistojnë në zona urbane. Në këtë kontekst, kjo është një dilemë, ka të bësh e lidhur me kudo, jo vetëm në Shqipëri, që atë duhet kemi më shumë demokraci lokale dhe përfaqësim lokal, pra atë kemi pushtet lokal më afër qytetarëve, të kemi më shumë bashki, apo të kemi bashki shumë të mëdha që shkojnë drejt ekonomisë shkallën. Ajo që ndan këtë është doktrina dhe filozofia e partive politike, pa diskutim se reforma vërtet kërkon dimension ekspertës dhe dimension teknik, po mbi të gjitha është një vullnet i politikës, si e shiko maggioranca, si e shiko opozita. Po për mua, reforma e 2015 ka qetuar kryesisht në lënien pasdore me shërbime dhe me përfaqësim të 40% të popullsisë shqiptare që jeton në zona rurale të një territori shumë të madh që nuk merr shërbime kryesisht në zona rurale. Dhe për këtë aspekt çështja nuk është çfarë duhet të zgjidhim kryesisht të këto bashkitë ekzistuese tek qytetet, por duhet fokusohemi, a kemi nevojë për më shumë pushtet, a kemi nevojë më shumë përfaqësim, a kemi nevojë të gjendemi qytetarëve tek kjo pjesë që nuk ka funksionuar mirë gjatë reformës që kemi aktualisht. Njëra nga zgjidhjet për mua është që t'ju çojmë pushtet, t'ju çojmë përfaqësim, t'ju çojmë legitimitet financiar, shërbimesh strukturor, njësive të qeverisjes vendore, pra njësive administrative që ndodhen kryesisht që përfaqësojnë territore rurale. Mënyrën se si mund ta bëjmë, kemi disa skenare. Zoti Haxhimali, reforma territoriale ka premtuar efikasitet. Në ditët e sotme, a ka prodhuar më shumë shërbime për qytetarët apo më shumë distancë mes qytetarit dhe vendimarrjes? Shiko, është e vërtetë që premtoi efikasitet, duke thënë që do kursejnë 60 deri në 80 milion euro, që do vinin kryesisht nga shkutimi i numrit të punonjësve të asaj kohe. Dhe në atë kohë ne gjitha më shumë mirë që do ta bëjmë kështu, do kursehen para, këto para do shkojnë për qytetarët në investime a shërbime. Por çfarë ndodhi? Në të vërtetë, nga 373 njësi qeverisjes vendore të kohës, trupa që punonte ishte rreth 21.000. Edhe u premtua që do shkurtoheshin nga këto 21.000 punonjës për të rritur shpenzimet për investime. Por e kundërta ka ndodhur. Instituti për Bashkitë e Shqipërisë ka raportuar në fund vitit 2024
sipas burimeve të Ministrisë së Financave se numri I punojësve në 61 bashkitë e Shqipërisë ishte rreth 38.800, rreth 39.000. Çfarë do thotë kjo? Që jo vetëm që numri I punojësve nuk u shkurtua, por numri I punojësve u pothuajse u dyfishua. U premtua mbyllja e komunave, por komunat janë aty vetëm quhen njësi administrative. U premtua se s'do kishte më kryetar të zgjedhur, por ato u zëvendësuar me administrator. U premtua se numri I punojësve në këto njësi administrative do ishte shumë herë më I ulët se sa ishin në komuna, por asgjë nuk ndodhen, janë po aty. Çfarë do thotë? Eficienca ekonomike për hir të së vërtetës nuk u realizua, pavarësisht se janë rritur shpenzimet, por eficienca ekonomike matet me disa rezultate, matet me ato që ke prodhuar për qytetarët, jo me mënyrën se si ti shpenzo, por edhe nëse futem në këtë kapitull, sigurisht raportet e ndryshme tregojnë që në 100 lekë të shpenzuara gjatë kësaj periudhe, 75 lekë kanë shkuar për paga, shërbime operative, shpenzime administrative apo të kësaj kategorie dhe rreth 20-25% ka shkuar për investime. Pra është një raport që nuk e justifikon eficiencën në fakt. Aspekti tjetër që u përmendet ishte distanca, por normale që do krijoheshin bashkitë mëdha e kanë kudo që janë krijuar, pra dhe reformat që kanë ndodhur në vende të tjera e kanë pas këtë problem se qytetarët nuk e marrin më shërbimin në ato zyrën e bashkisë tek kryetari I zgjedhur, tek këshilli I zgjedhur, pra në lokalitete, në komunitete historike, po do ta marrin për bashkitë mëdha. Dhe kjo sigurisht ka krijuar distancën e madhe edhe me përmirësimin e infrastrukturës, edhe me qeverisjen digjitale që janë instrument që e lehtësojnë këtë dimension të distancës, e reduktojnë. Sërish naturaliteti I Shqipërisë, mënyra se si është organizuar administrata, mënyra se si sillet në raport në komunikimin me qytetarët, nuk e ka zgjidhur ashtu siç duhet. Edhe distanca gjeografike, por dhe kjo qeverisja digjitale. Nëse ju marr vetëm një shembull nga fshatrat e Shëngjëgjit të Tiranës, sa kohë duhet për të ardhur në Tiranë, morë në konsiderat që dje ajo komunë, edhe me problemet që kishte, po jepte një farë zgjidhje ligjore dhe juridike. Sot njësia administrative nuk jep asgjë, duhet I sjellë qytetarët në Tiranë, ajo thjesht është një zyrë postare. Mbledh ankesat e qytetarëve, I çon në Tiranë dhe pritet përgjigja, edhe kur I duhet që bllokohet një rrugë apo ka nevojë për një shërbim në infrastrukturë, ai duhet të njoftojë Tiranën dhe duhet Tirana ndërmarrjet e shërbimit në Tiranë të çojë një skavator atje apo një makinë që prep temën që ka rënë në rrugë. Pra nuk ka qasje kjo administratë e njësive administrative, nuk është operative dhe nuk shërbej. Jo për fajin e tyre, po kështu e ka legjislacioni. Po ne mund të marrim raste të tilla në Tropoj, në Gjirokastër, Korçë, në çdo bashki e kemi këtë problemin e distancës, sepse e vërteta është edhe kemi trashëguar infrastrukturë të lodhur, mobiliteti me problematikë shumë të mëdha në Shqipëri. Çka që tregojnë të gjitha këto apo edhe raportet e ndërkombëtare të Komisionit Evropian, Bankës Botërore, PMN-s, OECD-s e të tjerë që reforma e 2015-s me gjithë premtimet e mira, me gjithë progresin e limituar kryesisht në një dimension qyteteve nëpërmjet ridindjes urbane, pjesa tjetër lë shumë për dëshiruar, por me që jemi në këtë aspekt, nuk mund të rri pa përmendur dhe dy raportet e performancës që ka bërë Ministria e Pushtetit vendor, në të cilën raporton që 50% e këtyre bashkive, pra gjysma bashkive nga 61 ka një performancë të urët që nuk e kalon klasën. Zoti Haxhimari, nëse do të rritej sërish numri I bashkive, a ka Shqipëria kapacitet financiar për të mbajtur më shumë struktura vendore? Po ajo po I mban dhe sot, nuk është se s'po I mban. Aty janë strukturat. Pra, sot ne kemi 61 bashki, kemi rreth 39.000 punonjës. Çfarë është mënyra se si mund të riorganizohet, është hajde ta shpërndajmë këto burime njerëzore, këto mjete financiare,
këtë infrastrukturë në mënyrën se si është organizuar sot bashkia ti shpërndaj më drejt në territor. Kemi një barazi territoriale, se nuk është se nuk po shpenzohen këto para sot për njësitë administrative. Sot kemi 373 njësi administrative ish komuna dhe bashki, për të cilën taksapaguesit paguajnë. Atëherë ne pse i kemi të shpërndar me këtë model bashkia qytetit dhe njësi administrative. Atëherë mund të jemi një model që shkon drejt një qasje të diferenciale dhe të asimetrike, që mund të kemi këto bashkite më dha, miset, shërbime që të mbulojnë gjithë territorin, mund të organizojmë bashki rurale, hibride, pra urbane dhe rurale, apo bashki 100% rurale apo malore, për të cilën do t'i marrin parat, po nga ky buxhet që ekziston. Por mos harrojmë edhe gjë tjetër që për të stimuluar zhvillimin ekonomik rural, për të stimuluar rigjallërimin ekonomik në zona rurale, për të frenuar shpopullimin në zona rurale, është përgjegjësi kushtetuese, është përgjegjësi e politikës shqiptare, e parlamentit e qeverisë shqiptare, cili do institucionit që të gjejë mekanizma të ndërtoj strategji për ta zhvilluar. Njërat nga këto mund të jetë edhe dërgojmë pushtet, një mini pushtet, të gjejmë disa mekanizma të ofrojmë institucione aty ku mundet, aty ku duhet, aty ku ka një masë kritike popullsie që unë e them. Për zonat e thella dhe malore mund të jetë 3.000 banor, për zonat fushore mund të jetë 5.000 dhe 7.000 banor. Nën këtë mos ketë më njësi administrative, mos ketë le të jenë njësi geografike, po jo njësi administrative, dhe këto të bashkohen të krijojnë një bashki rurale malore, një bashki rurale apo rurale urbane, dhe pjesa tjetër të mbajmë bashki të që kanë ekzistuar historikisht në Shqipëri. Kaq është fare e thjeshtë. Pra, është çështje se si ta balancojmë, kemi balancim territorial, të çojmë pushtet aty ku kanë nevojë qytetarët, aty ku duhet qytetarëve. A shpenzohet më shumë? Unë mendoj që mundet edhe të mos shpenzohet më shumë, në qoftë se i bëjmë llogaritjet mirë dhe ndajmë pushtetin më mirë dhe shpenzimet më mirë, por edhe nëse kërkohet më shumë, është normal, duhet me që kërkojnë qytetarët, me që e kemi me problem këtë situatën e zhvillimit rural, është detyre e qeverisë që të gjejë mekanizma për ta zgjidhur problemin. Parat janë për qytetarët, nuk janë për të vu qeverinë në vështirësi që duhet i çojë vetëm në qytete. Këtu kemi problemi, investojmë për zgjidhur problemin. Problemi është në fshat, atëherë të gjejmë mekanizma të zhvillojmë fshatin, të mbështesim fshatin. Dhe kjo mund të themi që lidhet drejt për drejt me faktin se 61 bashkit nuk funksionojnë plotësisht, duke qenë se në disa zona të mëdha territoriale, po them, qytetarët edhe ankohen se bashkia nuk është larg. Shiko, ky është thelbi në fakt. Këtu fillon e këtu mbaron e gjithë gjëja, pse reforma territoriale është kontestuar vazhdimisht. Këtu fillon e këtu mbaron e gjithë historia edhe politike, edhe vetë maggjoranca, pse rihapi këtë çështje në vitin 2022, se ka pas dhe në atë kohë një komision për këtë çështje, por në atë kohë maggjoranca tha që vërtet kemi probleme, por nuk duhet të bëjmë asnjë ndryshim, as në numrin e bashkisë, as në strukturën territoriale, as në financiare dhe zgjedhore, por mund të bëjmë rregullime administrative. Në atë kohë opozita, unë kam qenë i angazhuar, në fakt propozoj sërish një model tjetër që të rriste numrin e bashkive dhe të thoblonte numrin e rajoneve. U rikthyem sërish, gjërat nuk shvajtën politikisht siç duhet. Pse jemi në këtë pikë sot? Pikërisht për këtë që ju me drejtë pyetni, nuk ke funksionuar, nuk ke qenë i balancuar, nuk ke shpërndar pushtet siç duhet, nuk ke pas një barazi në vendimmarrje, nuk ke pas përfaqësim të duhur. Je përqendruar kryesisht në zonat urbane, jo se s'ka problem edhe zonat urbane, edhe në këto qytete, për hir të vërtetës ta themi këtë, po zonat urbane më tepër kanë një dinamikë që ushqej shumë edhe privati në raport me publikun, edhe kur e shiko të zhvilluar, për shembull Tirana, them, sa mirë është zhvilluar Tirana me pallatet larta, me këto apo me ato. Por mos harrojmë që e ka zhvilluar privati, jo publikja.
Edhe këto duhet ta qartësojmë. Dhe në këtë aspekt çështja për mua është që publiku çfarë ka bërë dhe publiku e ka lënë në harres zonën rurale edhe për vetë naturalitetin, edhe për vetë interesin, presioni ekonomik, struktura ekonomike. Ndaj është detyre e bashkive dhe qeverisë të gjejë këto zgjedhje që mund të jenë nga këto që ne folëm më pak më parë. Por ama duhet të jemi krejtë sinqert që fakti që kemi këtë problem sot disfunksionalitetit, të mos akomodimit të interesave në zonat rurale, braktisjen e fshatra, mungesë rrugesh, sistemi arsimor shëndetësor, transporti apo mobiliteti, lidhja me fshatrat, me qendrën, me qytetin, vërtet ka ardhur si pasojë projektit të qeverisë socialiste për reformë. Por ama unë i them që 50% është projekti gabim, janë defektet nga projekcioni jo i mirë që ka kjo reformë. Ndërsa 50% për hir të së vërtetës është menaxhuar jo mirë nga 61 bashkitë e Shqipërisë, nga këshillat bashkiake, nga administrata. Ato duhet kishin qenë më të zgjuar, duhet kishin qeverisë në mënyrë më të zgjuar, duhet ishin përqendruar më mirë në balancat urbane dhe rurale, duhet ta kishin integruar jo vetëm shoqërinë, por edhe sistemin ekonomik midis qytetit edhe fshatit, në zonave urbane dhe zonave rurale. Duhet kishin investuar në zonën rurale, sepse mos harrojmë, aty është kapitali natyror, aty është pyja, kullota, është bujqësia, është turizmi rural. Atëherë që ta zhvillosh ti ekonomi, që ti ushqesh mirë strukturat ekonomike atje, ty a bësh jetën atyre më të stabilizuar, ato mund të kenë impakt dhe në zhvillimin urban dhe edhe nga ana tjetër dhe zhvillimi urban mund të integrohet me këtë qasjen rurale. Sigurisht to kanë të bëjnë me vizion, me strategji, me zgjuarsi, në mënyra se si investon në këtë aspekt, por tash që jemi këtu sot sepse projekti i reformës territoriale i 2015 me krijimin e këtyre 61 bashkive pa identitete të qëndrueshme, pa strukturë ekonomike të qëndrueshme, të politizuara, ka kriju këtë problem, por sigurisht pjesa tjetër, gjysma tjetër, ana tjetër e monedës është një menaxhim jo shumë i shëndetshëm, jo shumë i zgjuar i vetë të punës së bashkive, dhe kjo duhet ta themi drejt, vërtet parat nuk vijnë nga helikopteri, por nuk është se edhe ju kanë munguar. Burimet financiare nga viti 2015 në vitin 2025 për njësitë e qeverisjes vendore janë rritur disa herë, por ama kjo nuk është kthyer në produktivitet, në shërbime më sasiore, në shërbime më cilësore. Dhe këtu merr shkollat, merr arsimin, merr rrugët rurale, merr menaxhimin e mbetjeve, merr çështjet e vaditjes dhe të kullimit, merr çështjen e ujit të pishëm. E papakt pas 35 vitesh të diskutojmë akoma s'kemi rrugë, s'kemi ujë, nuk pastrohet qyteti, nuk pastrohet fshati, nuk ka kosha plerash, është mbyllur shkolla këtu, është mbyllur shkolla fillore, është mbyllur nëntëvjeçare, është mbyllur gjimnazi. Pra këto probleme nuk i zgjidhi reforma, kështu që duhet me pajë mundësi tjetër për t'i dhënë një dimension tjetër mënyrës edhe nga strukturat territoriale, dhe nga strukturat administrative, dhe nga strukturat zgjedhore, dhe nga struktura financiare, me qëllim që këto arkitekturë ta shëndoshim, ta bëjmë sa më të shëndetshme që t'i rezistojë 20 apo 30 viteve të ardhshme. Pasi reformat të tilla nuk bëhen çdo 10 vjet siç i bëjmë ne shqiptarët. Duke qenë se po flisnim edhe për ndërtimet në Tiranë, zoti Haxhimali, a mund të themi se Shqipëria rrezikon të përballet me një krizë urbane në të ardhmen? Shiko, çështjet e krizave dhe të problemeve urbane në qytetet e mëdha janë kudo në Evropë, por vendet e zhvilluara i kanë dalë kohë më përpara, kanë projektuar, kanë bërë projekcione të qarta se kush do të jetë dinamika e popullsisë, dinamika e urbanizimit në 10 apo 15 apo 35 vite të ardhshme. Pra kanë planifikuar sot për 35 vite. Problemi që ka sot Tirana në përgjithësi, se këtu kemi dhe 33% të popullsisë, është që
zhvillohet me segmente, zhvillohet e fragmentarizuar, nuk zhvillohet pra historikisht që nga pas viti, pra që me demokraci nga viti 1992, nuk u projektua si një qendër, si kryeqyteti një vendi nga politik bërësit të asaj koha, apo dhe grupet e interesit duke vlerësuar dinamikën e zhvillimit të kryeqyteteve. Le të themi në atë kohë që pas 35 viteve ne do kishim 600.000 banor në Tiranë dhe duhet bënim shkolla për 600.000 banor, gradualisht, ajo në një ditë, pra duhet projektonim rrugët për 1 milion makina, për 400.000 a 500.000 makina në Tiranë, duhet planifikonim transportin në toksor, mbi toksor, me shina pa shina, duhet planifikonim parkingje, duhet planifikonim shkolla për këtë numër nxënësish, çerdhe për këtë numër nxënësish, rrugë të tilla nëpër lagje për të përballuar këtë densitetin e madh që kanë, këtë presionin e madh që kanë zonat urbane. Kjo nuk ka ndodhur, por është bërë me segmente. Pra shiko që duhet bërë një rrugë në lagje, shko prish një balkon, fut një kanal, këtu ndërtoj një prish një shtëpi atje. Pra është bërë me arnime më shumë se sa me vizion. Këtë do ta vujnë qytetarët shqiptarë që po i kthejnë qytetin në një fjetore shumë të madhe, në pallate shumë të larta, në lagje që ke vështirësi të gjesh një stolce ku mund të ulesh, me trotuare shumë të ngushta, edhe aty ku janë të zona. Kështu që është problem shumë i madh në fakt. Është planifikuar të zhvillohet qendra në vend që duhet ishte një qasje të zgjuar historike, pra tash e marr që nga 92 deri në këtë moment, që duhet Tirana duhet ishte një qendër multipolare, duhet kishim të zhvilluar pjesën nga Labraka, pjesën nga kombinati, apo nga ana tjetër, pra në të 4 anët deri jug lindje perëndim të Tiranës, kishim krijuar 4 pole që të ndërtoheshin, tashmë po bëhen, po thuar se këto që unë po them, por tashmë ka pas një qasje shumë kaotike dhe aty ku po bëhen të reja sërish kanë probleme të vjetra siç kemi ne këtu në qendër. Sigurisht a ka zgjidhje, sigurisht që është shumë e vështirë, po të paktën duhet të fillojmë të frenojmë edhe me dorë edhe me kohë të motor të industrisë së ndërtimit, të planifikimit urban, sepse tash të gjithë janë të prirur për të ndërtuar në qendër, por do vi një moment që kjo industria e ndërtimit do na shkaktojë plagë jashtëzakonisht mëdha në dimensionin mjedisor, social dhe ekonomik gjithashtu. Zoti Haxhimari, a mund të themi që në një farë mënyrë bashkitë në Shqipëri janë të kapura nga interesa ekonomik, veçanërisht po përmend këtu sektorin e ndërtimit? Sigurisht, Bashkia Tiranë, disa bashki të mëdha, kryesisht bashkitë bregdetare, kanë pas një bum zhvillimi edhe të ardhurash nga ky sektor. Ne konsiderojmë të ardhurat që përfitojnë pushteti vendor nga industria ndërtimit, nga këto taksat që ajo merr, si e ardhur impulsive, pasi në momentin që ka ndërtime fitohen shumë të ardhur edhe buxheti i bashkisë është shumë i ngrohtë edhe i relaksuar. Por në një moment të dytë që do bie ky fluksi i ndërtimeve, edhe është normale sepse do krijojë një farë stabiliteti dhe një farë ngopje, se tashmë ne 2.4 milion banorë jemi, ja do kemi nga 1 shtëpi, nga 2 shtëpi, nga 3 shtëpi, do vinë emigrantët, do vinë të ujë, po do krijohet një ngopje. Atëherë çfarë do të ndodhi me këtë industri? Atëherë kjo industri do shkojë në stagnacion. Cile do jetë pasoja? Bashkia do ketë më të ardhur, do ketë mungesë të ardhurash nga kjo takt, kështu që do vihet në një farë pozitë të vështirë për të gjetur burime alternative. Por pavarësisht
këtyre çështjeve financiare. Kjo është më rëndësishme për mua, nëse unë do isha kryetari i bashkisë apo politikani vendor, nuk do ta kisha parë që të hidhemi tash dhe të hapim dritën jeshile kudo që të ndërtoj me 50 kate, 30 kate, 20 kate, vetëm për hir të përfitimit të ardhur nga kjo takë të ndikimit në infrastrukturë, ta lëshoj talent të lirë. Jo, kjo është shumë e gabueshme, nuk është shumë e qëndrueshme, është më mirë për qytetarët shqiptar të kenë 1 lek më pak sot, po të kenë një hapësirë më shumë, të kenë 1 lek më pak sot, se sa të kenë mbi kokat e tyre ato pallatet apo grada qerat. Më mirë të kenë 1 lek më pak sot, sa t'ju zën hapësirat në për lagje këto pallatet e ndaja. Por tash këto janë, ky është realiteti shqiptar. Ka nevojë për mekanizma të fortë, shtrëngues, ligjor, organizativ, institucional, ka nevojë për politika qendrore shumë të rrepta, sepse ju me drejtën ja kanë interesa. Sigurisht interesat janë dhe lokale, por më tepër interesat janë qendrore. Nëse interesat e qeverisë shqiptare janë më të orientuar dhe ajo ka përgjegjësinë kryesore, ti je shumë e bindur që askush nga institucionet lokale nuk ka pushtetin dhe fuqi të dalë mbi rregullat e qeverisë. Sigurisht, ne kemi dëgjuar ka probleme korrupsioni, mungesë transparence për gjëra të punës rëndom të përditshme, por askush nuk merr guximin të thotë se unë dua ta zhvilloj qytetin tim me këto gradaçela në Lezhë apo në Shkodër apo në Vlorë, sepse edhe në hierarkinë e institucioneve vendimarrëse për planet e zhvillimit apo lejet e ndërtimit, primari është kryesor qeveria shqiptare. Ajo duhet të jetë më kujdesshme në këtë drejtim, por ajo është në harmoni me interesat e saj të veta në këtë aspekt, dhe mbas edhe njësitë e qeverisë vendore mund të jenë sekondare, terciale apo si pyet kush. Në një kohë emigrimi masiv, a ka dështuar pushteti vendor të krijojë kushte jetese që të mbajnë kështu të rinjt në vend? Kjo është një hall shumë delikate. Këtu ka dështuar qeveria, ka dështuar bashkia, ka dështuar shoqëria shqiptare, kemi dështuar të gjithë në fakt. Shiko, 72% e njësive të qeverisjes vendore kanë tregues demografik shumë negativ. Censusi 2023 tregoi një rënje të popullsisë me 400.000 banor. Përmenda pak më parë që rreth 82-83 njësi të qeverisjes vendore, pra njësi administrative ish komuna kanë më pak se 1.000 banor. Para 10 vitesh ishte gjeje një nga këto në 1.000 banor. Sigurisht përmend, jam i bindur që kemi dështuar të gjithë për ndërtuar strategji, vizione, politika, mjete mbështetëse, instrumenta politikbërës që të mbaj të rinjt aty ku ato jetojnë, qoftë në qytet apo në fshat, po në fshat është më dhimbshme në fakt, t'i mbajmë të rinjt. Nuk ka inovacione, nuk ka ide, ka qasje fragmentare të shkëputura që nuk mbrin dhe aty ku hidhen para apo bën strategjitë të tilla nuk mbrin në pikën fundore tek i riu, tek e reja, tek i grupet e interesit, përfituesit janë më tepër të kontrolluar, janë të orientuar. Këto burime financiare shpërndahen sipas interesave politike dhe nuk dihet sadoqoftë të jetë volumi i mjeteve burimore që mund të hedhësh në infrastrukturë apo në mekanizma të tillë që të mbajnë rinin apo të hapin vende të reja, paraja kanalizohet në drejtime që nuk sjell përfitime, nuk sjell kthimi në mbrapsht. Dhe kjo ka defekt shumë dhe mirë që ikën në drejtime të paditura, por krijon iluzione, krijon humbje shprese të të rinjt, që do të mirë që nuk kemi, por nuk jemi dhe të barabartë. Mirë që nuk kemi shumë, por dhe kjo pak kanalizohet në drejtime të ndryshme dhe kjo ka ndikim në humbjen e shpresës dhe çfarë bëjnë pastaj i riu e reja, fëmijët tanë atëherë do të marrin rrugën edhe kjo është normale,
do shkojnë aty ku gjejnë kushte më të mira pagë, më të mira siguri më të madhe. Sepse vërtet ekonomia është një problem shumë i madh. Fush me lule në ekonomi nuk ka patur, s'do të ketë asnjëherë, por të paktën të ketë një farë stabiliteti, një farë barazie, të ketë një nivel të caktuar drejtësie, paqe sociale për të gjithë. Sa kohë kjo nuk ekziston, kjo krijon shumë pasiguri dhe kjo është tash jo nga volumi i përfitimit i gjithë secilit, por situata që kemi është nga pra dimensioni i pasigurisë është ai që shkakton dhimbje, se vërtet në këtë moment nuk e kam rrugën e mirë, nuk ka problem se do pres 6 muaj, një vit, apo pres dhe mandatin e një kryetari për ama rrugët do bëhet. Po kjo nuk bëhet as në mandatin e parë, as në mandatin e dytë, atëherë kjo më jep pasiguri. Kur shikoj që parat apo përfitues në zonën time tek fondet e bujqësisë i marrin grupe të caktuara gjithmonë 2 apo 3 persona që njihen publikisht. Atëherë unë them, po mirë mos e do vi radha një herë për mu pres vitin tjetër, pres dhe 2 vite, pres dhe 4 vite, po kjo prapë nuk erdhi asnjëherë kjo. Atëherë kjo më jep pasiguri. Kur shikoj që në tërë sistemin e jetës tonë, arsimi, shëndetësia, drejtësia, që unë nuk po e zgjidh problemin tim. As me këtë kryetar, as me atë kryetar, as me këtë qeveri, as në mandatën e parë, as në mandatën e dytë, atëherë kjo krijon një dhimbje shumë të madhe, pasiguri sociale shumë të madhe, dhe kjo pasiguri reflektohet tek largimet qoftë nga zona, qoftë nga qendrat rurale te qendrat urbane, por tash po reflektohet largime masive nga Shqipëria, dhe ajo që është më dhimbshme, tashmë nuk po largohet vetëm krahu i lirit punës ato që janë pa punë. Po kjo pasiguria që unë them po largohen njerëz të shkolluar, inxhinieri, arkitekti, inxhinieri ndërtimit, inxhinieri elektronik, apo financieri, apo juristi. Dhe kjo është, si të thuash, mendja, zgjuarësia, truri i vendit po largohet. Kjo tregon që po ikën energjia, forca, rinia i vendit. Pra, dikur largoheshin për hallet tjera, sot po largohen për hallet tjera. Çka tregon që kemi një ekonomi të destabilizuar, jo të qëndrueshme, kemi një sistem politik shumë të polarizuar, shumë agresiv që nuk jep shpresë, po kështu siguria ekonomike apo edhe elemente të tjerë bazik që krijojnë këtë lloj problemi të largimit të qytetarëve brenda vendit apo jashtë vendit. Zoti Haxhimali, a është modeli aktual i financimit të bashkive një mekanizëm kontrolli politik nga qeveria vendore? Nëse mund ta ndajmë kështu. Shiko, ka 2 gjëra që duhet jemi sinqert me shikuesit dhe dëgjuesit tuaj. Qeverisja qendrore ka detyrim kushtetues të ndajë nga të ardhurat kombëtare para përgjithësitë e qeverisjes vendore. Sikundër njësitë e qeverisjes vendore mbledhin dhe disa të ardhurat të veta, me cilët përbëjnë ato portofolin e tyre që quhet buxheti vjetor, që e ndajnë nëpërmjet këshillave për punë të ndryshme në bashki. Ai kontrollon qeveria, apo përdor mekanizma, pra jep për t'i kontrolluar politikisht. Shiko, rregulli është i tillë që buxheti që jep qeveria nëpërmjet asaj që quhet transfert e pakushtzuar jepet me anë të një formule të caktuar, kur pjesën më të madhe 80% e zën popullsia, 15% e zën densiteti dhe pjesën tjetër 5% e zën numri nxënësve në shkolla. Sigurisht duket sikur gjërat janë të qarta, edhe shoferi kryetarit e di fare mirë që për një popullsi me 30.000 banor, ky buxhet që na takon neve është bazuar në formulë dahet kaq. Pra kjo është e thjeshtë. Po nuk është ky problemi. Problemi qëndron më gjerë te influenca e përdorimit lokal të parave. Qëndron më gjerë tek paratë që jep qeveria nëpërmjet fondeve të kushtëzuar apo nëpërmjet burimeve të tjera për të ndërtuar një shkollë, një rrugë, nëpërmjet fondeve rajonale, nëpërmjet fondit të zhvillimit apo aktorëve të tjerë.
E vërteta në këtë aspekt dhe historia që unë njoh se e kam prekur, e kam jetuar, është e vërtetë, është i kanë ndarë sipas abiliteteve politike, sipas ndërhyrjeve, cili kryetar është më influent, cili deputet është më influent, dhe këtu gjërat nuk kanë shkuar mirë në Shqipëri, se tash jemi një shoqëri shumë e politizuar, kemi një qeveri shumë të fort dhe me një ego shumë të politizuar. Kto i ka shpreh vetë kryeministri historikisht që thonte edhe në fushat, që është e padrejtë për një kryeministër të një vendi kandidat për në Bashkimin Evropian, të thotë qytetarëve në qoftë se votoni kryetarin e opozitës, unë nuk ju jap asnjë shqiptar. Thonë ti tash ti. Por ama realiteti është i tillë dhe ku kanë fituar nuk ju ka dhënë. Unë i referohem të dhënave të mia nga raportet e mia gjatë viteve 2015-2019. Pra, ishte mandati i parë i reformës territoriale me 61 bashki, ku opozita kishte në atë kohë 15 bashki. Pjesa tjetër i përkishin majorancës, e vërteta është që në një vit, diku 2017-2018, 97% e fondeve të zhvillimit rajonal i merrnin bashkitë e majta, 3% i merrnin bashkitë e djatha. Pa shikon tash çfarë ndodh. A është ky modeli që duhet qeveriset një Shqipëri me 2.4 milion banor? A është ky modeli i vendi kandidat për në Evropë të krijojë këto diferencime politike për interesa politike apo për cilë mesazhin tek qytetarët që ja, më votoni gjithmonë mua se pos më votuat mua ju s'do merrni përfitime. Shikoj, janë ndjesi, janë perceptime, qytetarët e ndjejnë dhe reflektojnë, prandaj kemi këtë rezultat. Ndërsa pas viteve 2019 tash është shumë edhe vështirë të bësh krahasime të tilla të qasjes politike të ndarjes buxhetit, se bashkitë ishin të gjitha të Partisë Socialiste. Këtu tashmë edhe po të fysh në atë vallën e bashkive socialiste të asaj kohe, sigurisht dhe ato po unë jam shumë i zhgënjur se nuk më ka dhënë qeveria Rama kam projekte, unë kam quar 5 projekte, s'ka marrë asnjë, kurse kjo bashkia ngjitë me mu, ka quar 3, ka marrë 4, këto histori ekzistojnë në Shqipëri. Tashmë jemi në konfigurim tjetër, në fakt gjithë zgjedhjet e fundit lokale kishin vetëm 6 bashki demokrate edhe pjesa tjetër socialiste, dhe këtu është vështirë të dallosh më tash diskriminimet të tilla, por ekzistojnë në fakt. Është ajo, shiko, është tipologjia e politikës shqiptare, tipologjia e kësaj qeverie që bën aktrime të tilla. Të gjitha këto është kultura që ne pranojmë, është një shoqëri që nuk reagon ndaj këtyre, sepse duhet i jap cili do politikani dhe qeverisë një leksion shumë të mirë kur dëgjon ndarje të tilla, sepse parat janë të qytetarëve, detyra e rregullatore e qeverisë është të ndajë në mënyrë të drejtë. Po ja, kjo është Shqipëria, këto jemi ne, këto ngjarje ndodhin. Zoti Axhimali, kandidaturat qytetare shpesh kanë dështuar. Pyetja që kam për ju është: a është sistemi politik në Shqipëri i mbyllur për alternativa reale jashtë partive të mëdha? Është i mbyllur me 30 qelta, është kasapore, e blinduar, nëntoksore. Po ja, kjo pra ata që kështu është politika shqiptare sot. Në një parti, se tash më fut në një qasje tjetër politike, po ndaloj shkurt. Nuk bën zgjedhje për kryetar partie prej 15 vitesh. Një parti që janë shumë të mbyllura, nuk lejojnë zëra kritik, një parti që përjashton antar, një parti që shikon po të njëjtat figura nga 35 vite. Pse duhet të ekzistojë kjo? I kemi këto modele në vendet evropiane, humbe zgjedhjet, largohu. Nuk ju dhe shqiptarëve atë çfarë ju premtove në qeveri, po vetëm e thellove korrupsionin, largohu. Ndërtove institucione dhe mekanizma për t'u shërbyer qytetarëve, edhe vetëm më je zhyt në mungesë transparence dhe korrupsioni.
duhet largohesh, si ka mundësi që në 61 bashki 40 janë në SPAK dhe askush nuk shqetësohet për këtë. Atëherë duhet mendojmë diçka tjetër. Nuk është më çështje Rame, nuk është më çështje qeveria apo cili do leadershipi politik. Është çështja jonë, është çështja e shoqërisë, është çështja jote e imja, ne të gjithë. Sa kohë ne pranojmë këtë realitet, pranojmë realitetin e mungesës transparencës, e mosmarrjes së shërbimeve, e korrupsionit, edhe këto na quhen si gjë normale, apo në rastin do të ketë themi nuk na duhet kjo sot punë e qeverisë, kemi që na duhet neve, atëherë ne do ta vuajmë këtë lloj gjëje. Mundet një pjesë e vuajmë sot, po jo pak një pjesë e madhe, por mos harrojmë që dëmi që bëjmë është se po instalojmë edhe me mos reagimin tonë si shoqëri, po instalojmë regjime demokrature, autokratike, që do të dëmtojnë nesër fëmijët tanë të ardhmen dhe perspektivën e Shqipërisë. Zoti Axhimali, nëse do të kishit sot pushtet vendimarrës, cili do të ishte një vendim i vështirë që ju do ta merrit më një herë edhe nëse do të kishte kosto politike, për shembull? Pyetje shumë e vështirë në fakt, sepse arkitektura e këtij shteti, sistemi shqiptar, mënyra qeverisjes, mënyra se si është organizuar, ka shumë probleme, por ajo që do thoja për këtë moment, krejt të paprigatitur që më zuren me pyetjen, sigurisht do të sugjeroja të rregulloja të gjithë arkitekturën e sistemit dhe të qeverisjes shqiptare, duke filluar nga qeverisja shqiptare, nga parlamenti, tek njësitë e qeverisjes vendore, agjencitë e dekoncentruara, ministritë, sepse pse e them këtë? Se ka dy gjëra që më shqetësojnë shumë. Është një arkitekturë shumë vertikale dhe krejtësisht e pa nevojshme. Është një strukturë e tillë në këtë piramidën e qeverisjes shqiptare të arkitekturës së këtij shteti që ka akomoduar 185.600 punonjës që paguan nga taksa paguesit qytetar. Por për çfarë na duhet gjithë kjo strukturë kaq e madhe, kur numri i popullsisë vjen duke u ulur. Dhe kemi 27% më pak të popullsisë, po ndërkohë nuk reflektohet me uljen e numrit të shërbyesve publik me 27%. As me 1% nuk reflektohet, vetëm shtohet, ulet numri popullsisë, shtohet numri punonjësve që i shërbehet. Nga ana tjetër, investohen miliarda lekë për qeverisjen digjitale i Albania apo për gjithë të sistemin, çfarë do thotë që në qoftë se investohet, kemi hedhur para për qeverisjen digjitale, do thotë që qeverisja manuale, burimet fizike nuk duhen më, duhet të reduktohen dhe këto, por kanë shkuar në drejtime të kundra, nuk kanë marrëdhënie të drejta. Në këtë aspekt do ta rregulloja këtë sistem në gjën makro. Pjesa tjetër pastaj, nëse do ta kisha në dorë, me thënë drejtën, pikës pari do të bëja revolucion paktën me sistemin e menaxhimit të mbetjeve që e kemi më klasiket në Evropë krahasomi me Afrikën, dhe t'ju siguroja qytetarëve të paktën të Tiranës, po të gjithë Shqipërisë të pinin një herë ujë si njerëzit, sepse edhe në kohë, edhe në sasi dhe në cilësi është problem shumë i madh. Zoti Axhimali, për ta përmbyllur, vitin tjetër do të kemi zgjedhje vendore. A do të kandidonit ju për kryetar bashkie të Tiranës? Shiko, unë shpreva interesin tim për të ofruar nga shoqëria civile në kampin opozitar për kandidat për Tiranën, bazuar në profilin tim teknik, neutral si ekspert i qeverisjes vendore, si njëri që vjen nga pushteti vendor, si njëri që kam qenë në përfaqësuesi legjislativit në nivel vendor, përfaqësuesi legjislativit në nivel rajonal të Tiranës prej shumë vitesh. Pra kisha një njohje dhe kisha do të doja që t'ju aktheja mbrapsht qytetarëve të Tiranës, njerëzve të mi, komunitetit, ato që ato kanë bërë për mua, vetëm referuar pushtetit tim profesional. Kjo gjë nuk të gjeti terenin e dur në atë lloj kohe.
duhet të respektojmë verdiktin, jeta kështu është. Ne do vazhdojmë të kontribojmë nëpërmjet pushtetit që na jepni ju në për intervistat tuaja, në mediat e juaja apo të tjerëve dhe do jem këtu jam, do kontriboj.